Prokuroria e qytetit të Durrësit ka firmosur 33 masa sigurie në kuadër të hetimit për çështjen e mbetjeve të rrezikshme të kompanisë Kurum, të konfiskuara një vit më parë në portin e Durrësit. Hetimi ka zbuluar shkelje të rënda ligjore në lidhje me menaxhimin, magazinimin dhe tentativën për trajtim të këtyre mbetjeve, të cilat rezultojnë të jenë të rrezikshme për mjedisin si dhe shëndetin publik. Nga 33 masat e sigurisë të firmosur nga organi i akuzës, 26 janë masa arrest me burg, ndërsa 7 masa të tjera janë arrest në shtëpi. Masat janë lëshuar për persone të dyshuar, si të përfshirë drejt për drejt apo tërthorazi në këtë skem, mes të cilave raportohet se ka dhe drejtues dhe ish drejtues të kompanisë Kurum, si dhe zyrtar të institucioneve publike. Operacioni për ekzekutimin e masave të sigurisë është kryer nga policia e Durrësit në bashkëpunim me policinë e Tiranës, ndërsa kontrollet dhe arrestimet janë shtrirë në disa qytete të vendit. Hetimet kanë konfirmuar se mbetjet e sekuestruara në 102 kontenjer kanë rezultuar të rrezikshme pas analizave laboratorike të kryera nga autoritetet kompetente. Këto mbetje ishin bllokuar në portin e Durrësit pas dyshimeve se po trajtoheshin apo po transportoheshin në kundërshtim me ligjin dhe standardet mjedisore. Nga analizat që janë kryer mostrave të marra nga 11 për 102 kontejnerëve të sekuestruar, bazuar në përmbajtjen totale të elementeve dhe përbërjen e tyre, analizuar me ICP-OS, ICP-MS, rezultatet e analizës së liçivimit, si analizë oksidike të mostrave kompozite të përbëra nga 11 nën mostra, konstatohet se materiali karakterizohet nga një përqendrim shumë i lartë i zinkut dhe i hekurit, i shoqëruar me prani të plumbit, bakrit, manganit, kalciumit, kaliumit, klorit dhe sjuforit. Përbërja toksike është dominuar nga oksidi i zinkut me rreth 43% dhe oksidi i hekurit me rreth 34%, me prani të oksideve shoqëruese që janë tipike për proceset metalurgjike të prodhimit të qellikut. Në kuadër të këtyre masave, në arrest shtëpi është vendosur dhe Arta Dollani, ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, e cila dyshohet për shpërdorim detyre dhe shkelje të procedurave ligjore lidhur me pikqyrjen dhe dhënien e lejeve mjedisore. Rreth një vit më parë, autoritetet shqiptare bllokuan 10 kontejner me mbetje industriale, për të cilat kishte dyshime se përmbanin materiale të rrezikshme dhe toksike. Rasti shkaktoi reagime të forta publike, shqetësim nga organizatat mjedisore dhe kërkesa për transparencë, mbi mënyrën se si kompanitë e mëdha industriale trajtojnë mbetjet e tyre.